kemi qenë dikun 30 veta, të gjithë kemi qenë në këmbë, asnjë s'ka qenë ullur, tash me të rjek, të gjithë, shamë fëmijët edhe gratë nga kjo pjesë e dritarës që është e hapur. Unë nisë treni drejt Fushë Kosovës, nga Prishtina për Fushë Kosovë. Në Fushë Kosovë unë dalëm dikun rreth 2 orë treni qëndroi në stacion. Unë llogarita që nëse ndalet, është e pamundur me hymë brenda. Nga ajo populata që ishte aty me mia. Sa ka qenë nisje, unë kom kësy, jem kom këta. Por që ata s'kom pritë shumë dhe. Tu nis? Po, tu ecë. Tu ecë? Tu ecë. Vlovët, kur ka deshta, i ka deshtë me rosë ati kom, për pak i këtë ngre, se këtë jashtë kjellë. Kjo ka qenë e njëjta, këto karrige ka qenë të njëjta, uqët ka qenë të njëjta, këto dollapa që për bagazh kanë qenë të njëjta, faktikisht identik. Këtu kemi qenë të gjithë ne, kemi qenë dikun 30 veta, të gjithë kemi qenë në këmbë, asnjë s'ka qenë ullur, edhe kemi arë këtu të gjame, të dritarja dhe kemi lëshu poshtë, edhe kemi lëshu tërë në fund, edhe kemi fillu tash me të rjek, të gjithë, shamë fëmijët edhe gratë nga kjo pjesë e dritarës që është e hapur. Kështu që mbranda jemi futur të gjithë, dikun 30 veta kemi qenë mbranda. Edhe kemi qëndru në kamp, edhe teri kështu me orë të tëra, teri sa kemi mri në stacionin e fundit në Han të Elezit, ku kemi zbrit. Kjo ka qenë një peripeti, ka qenë shumë, ka qenë faktikisht. Udhëtimi i zorshëm, udhëtimi me probleme, me frikë, kështu që kemi qëndru të gjithë bashkë. Nusja vllaut ishte e re, ishte shtatzane, kështu që ishte e pamundur shembull me deportu në vagon, në përder, siç e shpjegova më herët, po fillum të tërhiqëm nga dritarja, kur erdhi radha e shtatzanës, tham kujdes se mund me psue keq, edhe fillum të tërheq 2-3 veta nga dritarja, zgjatën dorën, po e di që ka qenë shumë e ndihshme, edhe prap faktikisht ajo domon arritëm që pa problem ta fusim brenda në kupe. Ai rast me të vërtetë më kujtohet, bile kur ka lind ky fëmiu e asaj kohe, disi e kemi më të veçantë, se ka qenë rasti i veçantë, po ka qenë krejt në rregull, pastaj s'ka pas ndonjë problem. Kështu që ka qenë një rast që me të vërtet na ka mbet në mendje, sham rasti i saj. Kështu që as frym nuk e mujt me marrë shlirë. Edhe më kujtohet 3 vetave plakave ju ka ra defekt. Nga afiksimi, sham pa oksigjen mrenda, edhe ishte shumë ngushtë. Pastaj aty me një vonesë unë nis treni drejt Fushë Kosovës, nga Prishtina për Fushë Kosovë. Në Fushë Kosovë unë dalëm dikun rreth 2 orë treni qëndroi në stacion. Forcat sërbe me të armatosur vetëm se monitoronin çdo gjë dhe kërkonin mos po njihnin dikon apo kërkojshin dikon, kështu që ose provokonin, kështu që na qëndruam në 2 orë në frikë, në pasiguri, çka do bëhet me neve, apo na dërgojnë në kufi ose dikun tjetër për asgjasim. Edhe pas 2 orësh, treni u nis të mbritëm në Ferizaj. Edhe aty në Ferizaj, dikun ka 1 orë, 1 orë gjysmë ashtu diçka, prap aty u ndal, kontrollonin ata, u sillshin rreth trenit, shikçojshin, pastaj fillum teri të Han i Elezit mbritën. Kur mbritën Han i Elezit, na zbritën nga treni dhe fillum të ecnim veç brenda binarëve.
Na thanë, mos dilni jashtë binarëve se mund të ketë shembull si mjete eksplozive. Dhe na aty fillum shkum tere nga hani e letet tere në vendi quajtur Blac. Ajo ishte një fush e hapur, faktikisht ishte një grop. Mbretëm aty, nuk kishte asgjë, po ishin me mija njerëz. Kishte njerëz. Po aty ishte faktikisht dhimbja më e madhe e shqiptarisë ishte ai vend aty i Bllacës. Ku nuk kishte as kushte elementare, as kishte buk, as kishte ujë, as nuk kishte strehim. Ishte balt. Teren ishte shumë i keq. Kështu që na metëm faktikisht në qiell të hapur. Fillon fëmija shamë të kërkonin buk, të kërkonin ujë, të kërkonin strehim, ishte ftoft. Mbetëm me shpresë që mos diçka po bëhet për neve. Kështu që ato momente me të vërtetë kanë qenë shumë të rënda. Ne kemi llogaritë që do dalim shamë në Maqedoninë Veriore. Aty në zonë edhe nata, ishëm krejt familja, në qiellin e hapur, pa tenda, pa ushqime, pa të gjitha. Ka qenë një prilli, kështu që ka qenë, sidomos temperaturat e natës, kanë qenë shumë, plus ka qenë moti, ka qenë me shi. Kujtohet shamë fëmijët e vogël me një ambrell shamë nga shiu i kemë mbrojt. Në Bllacë kom nejt 2 ditë e 1 natë. Se faktikisht bona presion shamë që për shkak fëmijëve se fëmija kishin ftofje, ishin smut, më kujtohet shumë mirë. Kështu që lypsha çdo zgjedhje që sa më shpesh shamë për fëmijë të dalë shamë në një vend më të sigurt. Nuk kishte nerë furnizime. Nuk kishte. Fillon diku shamë të furnizohen me gjëra ushqimore, me bukë, nga pak. Kishte edhe batanie ka pas, po ai që mu i kemi mbërri nuk ishte për të gjithë. Po na u solidarizoheshëm me njëri tjetër kur ishte më keq, dikush më i smut, më i moshuar, shembull, ose ndoj fëmijë, improvizojshëm shembull edhe diçka shembull për me shtrue, shembull se ka qenë balt, ka qenë gjeshëm diçka në far kashte, diçka gjeshëm diçka. Dhe tenda s'ka pas, fakti ka qenë hapur krejt. Ndesh ndonjë zjarr, se ka qenë edhe ftoft aty, edhe ngrubulleshëm rreth zjarrit të gjithë.